Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu xhalla wa ala falenderojm, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe ndëruar edhe kësaj radhe po takohemi duke kërkuar që Allahu xhelalu ala të na mëshiron, të na fal, të na jap sukses, të na ndihmon, të na bën nga ata që përfitojnë nga mësimet e fjalës së tij dhe i zbatojnë ato që duhet në jetën e kësaj bote dhe shpresojnë shpërblimin për këtë ditë në gjykimit. Po vazhdojmë edhe sot me emrat e bukur të Allahut azza wa xal dhe jemi në takim me një prej emrave të radhës të Allahut azza wa xal. Emrat që kemi trajtuar deri më tani, të gjitha emrat që kemi trajtuar deri më tani, të gjitha kanë qenë emra që Allahu xhallahu ala i ka përmend në Kur'an. Dhe ka shumë të tjera që janë për emrave që Allahu xhallahu ala i ka përmend në Kur'an. Mirë po, ka për emrave të Allahut azza wa xal që janë përmendur në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe përmendja e emrave të Allahut në hadithe është sikurse përmendja e tyre në Kur'an. Nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur na lajmëron për Zotin xhalla xhelaluhu, këtë e bën me lejen e Zotit. Sikurse thot Allahu azza wa jall, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga hamendja e tij, por atëra është shpallje që i shpallet. Për këtë arsye, në këtë drejtim, këtë rrafsh, vërtetimi i emrit të Allahut azza wa jall në Kur'an është sikur vërtetimi i tij në Sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne nuk bëjmë dallime në këtë drejtim në rrafshin e pohimit të emrit në raport me Allahun azza wa jall. Prandaj emri që sot do të flasim për të dhe sot do ta marrim është një prej emrave që nuk është përmend në Kur'an drejt për drejt, edhe pse si kuptim i gjendet vendi në Kur'an, por si emër, si formulim i emrit nuk është përmend në Kur'an, por është përmend në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo mjafton tash që të pohohet për vërtetësinë e këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Dhe këtë do ta përmendim inshallah në kuadër të kësaj ligjërate. Në emri që do të flasim për të është emri Allahu xhallahu ala es-Sittir, për emrat e Allahu xhallahu xhelaluhu që do të thotë e ka një kuptim interesant dhe të rëndësishëm për neve. Emri Allahu xhallahu ala es-Sittir vije normalisht prej një rënje në gjuhën arabe që është es-Sitr. Es-Sitr në gjuhën arabe vije me disa kuptime, sikurse është kuptimi i diçkave që e mbulon ose diçka që mbrohesh prej saj e kështu me radhë. Sikur që, domethënë, ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Men satara musliman satarahu Allah." Kush e mbulon një musliman, do thotë i mbulon tmetat, i mbulon gabimet, Allahu e mbulon atë. Gjithashtu edhe është për një lloj mbrojtjeje, prandaj i thuhet sutrës që e vendos ai që falet, vendos një sutrë para vetes së tij, kësaj i thonë sutra. E çka është sutra? Do mbrohet nga kalimtarët që mos janë ndërprejnë namazin, madje edhe ajo i bëhet mbrojtje dhe pengesë që mos të kalon pranë tij shejtani për ta shqetësuar në namazin e tij. Edhe kësaj i thonë sutra. Gjithashtu edhe do të thotë prazmorës që mbrohet prej saj luftarin luft, apo edhe asaj që do të thotë e vesh njeriu për të mbrojtur nga zjarri apo nga gjërat e tjera, edhe kësaj i thonë sutra. Prandaj edhe kësaj ka fjala setër, që na shqipi thojmë, apo që e mbulojmë edhe avretin ton, por edhe mbrohemi nga era ose mbrohemi nga ftofta. Prandaj këtu janë kuptime gjuhësore të fjalës setër që prej saj vije emri Allahut es-Sittir. Dhe disa kuptime tjera që nuk do ta zgjasim normalisht në rrafshin gjuhësor, por do t'ja lëm kur të sqarojmë për kuptimin e këtij emri në raport me Allahun te bareke o taala. Fillimisht e përmenda se ky emër nuk është përmend në Kur'an, por është përmend në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është përmend në disa raste.
unë do t'i përmeni një apo dy prej tyre. E para është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili një ditë duke kaluar pranë një vendi e kishte pa njëri duke u larë. Por ai duke u larë nuk ishte qenë i kujdesshëm në mbulesën që e mbron prej syve të njerëzve. Atëri dërguari sallallahu alaihi wasallam është kthyer në xhami dhe ka pas traditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur të shën ndonjë tmet muslimanëve apo shën ndonjë të keq apo shën ndonjë vepër të shëmtuar jo të mirë, e ka pas traditë që krahasë e ka këshilluar vetë personin që ka gabuar, e ka bërë dhe publike në xhami, por jo emrin e tij dhe jo që ditë kush ka qenë, por shpeshherë ka thënë ma balu aqwamin, ç'a është puna e disa njerëzve, apo në kuptim të përgjithshëm. Edhe kësaj radhe ka bërë kështu i dërguari sallallahu alajhi wasallam, jo që ta demaskon atë njeri publikisht apo ta qorton publikisht, por që të këshillon që edhe të tjerë të kenë dobi prej mësimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ka thënë pejgamberi inna Allaha hayyun sittir. Këtu e ka përmend emrin e Allahut as-Sittir. Allahu është Hayyi, edhe ky është emri që ka në hadith, do të flasim për të. Hayyi është i turpshëm. Allahu xhallahu ala është i turpshëm edhe është as-Sittir. Njëra jemi duke e vërtetuar vetëm domon ardhën e emrit në hadithe, pastaj do të flasim për kuptimin e këtij emri që ka është as-Sittir. Pastaj ka yuhibbul haya'a was-sitr. Allah e don turpin edhe e don sitrin. E pastaj ka thonë fa idha iktasala ahadukum, kur dikush për vetë lahat, le të ketë kujdes që mos ta shohë sytë e njerëzve. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur disa ditë tjera se Allahu xhallahu ala është Hayyi edhe Sittir, një sikur se në këtë hadith e ka bërë edhe në hadithet e tjera. Prandaj gjitha këto hadithe që janë të sakta sipas vlerësimit të ulemave të hadithit dëshmojnë se Allahu xhallahu ala e ka një emër e që ky emër është as-Sittir. Çfarë është emri dhe kuptimi çfarë është kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza wa jall? E pam se në rrafshin gjuhësor ky emër ose rrënja e këtij emri ka të bën me një lloj mbulese, ka të bën me një lloj fshehjeje, ka të bën me një lloj injorimin kuptim pozitiv, domethënë që këse nuk po ndodh, nuk është diçka, ka të bën me një lloj mbrojtjeje e kështu me radhë. Edhe në raport me Allahun azza wa jall, ky emër nuk shkon larg pe kuptimit gjuhësor. Fillimisht kur themi se Allahu është Sittir, sikurse e ka emërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëra e para që mund ta përmendim si kuptim i emrit në raport me Allahun xhallahu ala është se Allahu te baraka wa taala nuk i publikon tmetat e robëve të tij për atë sodin. Do të ato që din Allahu për robët e tij, esenca e trajtimit të Allahut për robëve të tij, për tmetat e tyre është mbulesa e jo zbulimi. Nga se sa për shembull tmeta të njerëzve, gabimet të njerëzve arrin deri tek sytë e njerëzve. Shumë pak prej asaj që realisht ekzistojnë. Apo do thotë njerëzit për neve, a më shumë din tmeta apo më shumë din të mira. Lëri ti ata që ka bëjnë tjerët, se tjerët i mshefin të mirat e publikojnë të këqijat, këto njerëz din me vo. I po realisht njerëz më shumë shohin veten tonë gjëra që nuk janë për të qortu, se sa që shohin gjëra që janë për të qortu. Edhe pse ndoshta ne realisht nuk kemi kështu. Prandaj kemi arrin këtë shkallë që të na mbulojnë shumë nga tmetat tona, të brendshme, të jashtme, apo shumë nga lëshimet tona, shumë nga mangësitë tona, të shumta që janë. Të gjitha këto na është mundsuar që njerëzit mos të kenë qasjen to fal emrit të Allahut as-Sittir. Nga sa ai është i cili do thotë i mbulon tmetat dhe mangësitë e robëve të tij. Dhe kjo mbulesë vëllëruar nuk është e veçantë për këtë botë, mirë po është edhe për botën tjetër. Sikur që ka thënë pejgamberi sa dhe këtë do ta përmendim në hadith kur i dërguari sa thotë atë që Allah e mbulon në dunja do ta mbulon edhe në ahiret. Prandaj kjo është edhe një shpresë se emri i Allahut as-Sittir do të na përcjell edhe në ahiret. Nëse këtu kemi qenë të kujdesshëm dhe kemi komunikuar si duhet me emrin e Allahut as-Sittir. E si komunikojmë me këtë emër do ta mësojmë më tutje. Më vonë inshallah, me nëse njeriu ka komunikuar drejt me këtë emër në këtë dunjë dhe Allahu xhallahu ala e ka mbuluar
dhe nuk ja ka shfaqur tmetet e tij, atëherë kjo është një shenjë se kështu do ta trajton Allahu këtë njeri edhe në botën tjetër. Pe kuptimit gjithashtu të emrit Allahut Es-Sitir, dhe ndëruar, është se nuk është kjo thjesht një mbulesë vetëm, apo por në qoftë se e kuptojmë emrin Allahut Es-Sitir në kontekstin e hadithit që është përmend, zbashku me emrin Allahut El-Hayy, i turpshëm, atëre emri Allahut El-Hayy, që është i turpshëm, i jep një kuptim të shtuar nga ajo që përmendëm më herët, emrin Allahut Es-Sitir. Cili është ai? Nuk është thjesht vetëm mbulesë, po edhe thjesht Allahu xhallahu ala, apo nga turpi që e ka, sipas asaj që i takon Allahut azza xhall, apo nuk i pëlqen të shfaqen tmet e njerëzve. Edhe pse i din, po thosë nga njeriu, ta saktim tek njerëz me kuptim më drejt. Nga njeriu për shembull din diçka ose ndëgjon diçka, po nga turpi që ka po ndëgjon s'do më nia apo. Le krejt mos e përmend këtë çështje apo. Sikurse ka ardhur një grua tek Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe ka përmend se çysh një njeri në tavaf, njerëz të lloj ka, gjithmonë ka pas njerëz të lik, njerëz domthon dopt para epshit të tyre Zoti na fal, dhe do të ka pa një grua të bukur dhe ajo tash ka filluar me tregu detalet se si ai ka dashur me provoku, ose ka mjaft se u turprova unë për marrën e tij apo. Po më marrë me nguç ka i të thonë ti apo. Andaj njëri që është i ndershëm, njëri që është fisnik, apo nuk shumë gjëra i mbulan, le mos i përmend fare apo. Andaj edhe kjo një kuptim në raport me Allahun xhalla xhelaluhu apo. Do të Allahu xhalla wala uran shfaqjen e tmetave, uran shfaqjen e pislëçeve, ndyqyrave të ndryshme. Edhe pse i din, edhe pse i shet tërësisht, mirë po i uran. Andaj edhe kjo një kuptim i shtuar e emrit Allahut Es-Sitir. Gjithashtu edhe ajo që ka të bëjë me mbrojtjen, do të thotë Allahu xhalla wala përmes këtij emri, do të thotë u ofron mbrojtje robëve të tij nga dënimi i tij, nga zjarri i tij, duke u eliminuar tmetat dhe duke u mbuluar atyre këto. Prandaj edhe çështja, edhe kuptimi i mbulimit, por edhe kuptimi i urrëties dhe mosdëshirës për të folur për gjërat e ulta dhe banale, dhe gjithashtu vendosja e një pengese dhe mbrojtje që të ruhet robi, të gjitha këto janë kuptime të emrit Allah xhallahu ala Es-Sitir. Prandaj edhe Ibn Qayyim rahimullah do të thotë në atë poezinë e tij të njohur An-Nuniyya, ku e prezanton akiden, besimin e Ahlusunnetit, do të thotë në vargun ku flet për emrin Allahut El-Hayy, po njëjtin varg domon, po të njëjtin vend përmend edhe emrin Allahut Es-Sitir, që janë të ngjashme njëra me tjetrën, jo të njëjta, nuk janë sinonime, por e plotësojnë njëra tjetrën. Njëri emër e plotëson emrin tjetër. Dhe në këtë drejtim thash janë edhe komentet e dietarëve lidhe me këtë emër. Edhe pse me siguri kur do të flasim inshallah tash në vazhdim më tutje për ndikimin e këtij emri dhe çfarë përfitojmë nga ky emër, do të na shtohen edhe më tepër, do të thotë kuptimet rreth emrit Allahu xhallahu ala Es-Sitir. Çfarë përfitojmë ne nga emri Allahut Es-Sitir? Fillimisht dua të them të ndëruar se fakti që njeriu i mundsohet ta njeh Allahun e mënduar dhe jo nga dikush tjetër, po nga vetë Zoti xhalla xhelaluhu, është një nder i madh. Është një kënaqëri e madhe, madje është edhe një siguri e madhe. Para mendo për shembull pozicionin ton përballë Allahu xhalla xhelaluhu. Çfarë pozicioni kemi ne përballë Allahu xhallahu ala? Imi të varur apo jemi në dorën e tij, ai bën me neve çfarë don. Apo na merr kur don, na dënon kur don, na jep atë çfarë don, na privon nga ajo çfarë ai don. Të gjitha këto janë në dorën e tij. Dhe ne përballë tërë kësaj nuk kemi asnjë lloj mundësie për të ndryshuar ndonjë vendim. Ashtu kurrë s'kem na mundësi. Asnjë vendim s'ka mundësi më ndryshu. Dhe kjo të bën gjithmonë me kohën ti në frikë. Apo çfarë do ndodh, si do të shkon, ku do të shkon. Dhe në të momente tash ky gjithfuqishëm, ky që ka ndorë dhe e tëra është prej ti, po të siguron me disa siguresa të caktuara që të ndihesh rahat për të vazhduar më tutje rrugën drejt tij apo. Sigurisht është këtë rast emri Allahut Es-Sitir. Për shembull, mos kishte më qenë e përmendur se Allahu ka emrin Es-Sitir. Ose ka emra që Allahu xhallahu ala i ka, s'e ka përmend fare neve apo.
Dhe në atë aspekt nuk dim çfarë ndodh. Dhe pse Allahu xhallahu ala vepron në bazë atyre, mirë po s'na i ka treguar ato. Qase ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak." Apo ke fshehur në dijen e fshehtë që ti e din për emrave të Allahut azza wa jalla. Mos kish me qenë edhe emri i Allahut e Sitir, i fshehur nga dija jon, apo dhe i ditur vetëm për Allahun xhallahu ala në dijen që e ka Allahu xhallahu xhelalu për çdo gjë që është e fshehtë për neve. Ky emër të kish me qenë atij apo. Sa kishim me qenë mëkatara sikur se na të sigurt se ndoshta në mëngjes kur ngriten Allahu xhallahu ala u publikon të metat apo. Ose ditën, ose natën, ose në ahiret e kështu me radhë. Prandaj vetë njohja e këtij emri sa siguri i sjell besimtarit apo. Sa rahat njihet për tëubën që e ka bërë, sa rahat njihet për shkak për keqarën që e ka ndi, sa rahat ndihet për disa aspekte të caktuara që ai në qoftë se din të komunikon drejt tash me këtë emër, mund të ndihet i sigurt apo. E kjo është begati e madhe vëllai, kjo është nimet i madh i Allahu xhallahu ala, i cili do të në këtë mënyrë duke i njoftuar robët e tij për veten e tij, i siguron ata në shumë aspekte. Nëse njëri i ndërgjetshëm, do thotë nëse e din se Allahu xhallahu nuk e mbulon, atëra mund të jetë i kujdesshëm për shumë gjëra. Se a thua vallë, ndoshta unë me këtë që po e them, ndoshta unë me këtë shoqëri që po e bëj me këta njerëz, ndoshta kjo me një kohë caktuar Zoti xhallahu xhelalu ndoshta i zbulon tmetet e çdo kujt dhe bën që njerëzit mos kenë mundësi të rrinë njëri afër tjetrit. Prandaj edhe sikur që e ka përmendur Said ibn Musayyib, kur i kanë thënë a duhet njeriu tëra që flet ta praktikon, është sen që po, normal. I po ka shumë gjëra që i takojnë nafileve, gjëra vullnetare apo që janë obligative, e që dietar duhet ta shpjegojnë, e që nuk mundën të gjitha ata vetëm i praktikojnë, normal se ka nafile të shumta. Madje suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është i tërë veç fiili, veç veprim, nuk është. Pejgamberi sallallahu ka aprovu vepra me fjalët e tij, me veprat e tij dhe me e ka bëu dikush tjetër se ka bëu pejgamberi sallallahu ka mirë, vazhdo. Apo edhe kjo u bë sunet. Nuk do të thotë se krejt çka ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë kuptim çka është sunet, duhet të. Nuk do të thotë se tëra i takon veprimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pse pejgamberi normalisht nuk ka qenë për atyre larg asaj që të flet diçka të punon diçka tjetër. Po është një sasi e veprave të caktuara që nuk janë obligative, janë nafile, e që kjo i është mundsuar robëve gjithkusht të garan në këtë drejtim për atë që është e mundshme. Por megjithatë mbetet që njeriu që flet ose këshillon të tjerët kur të qoftaj, apo mbetet që të ketë tmetet e tij. Dhe çfarë siguron një njeri se do të thotë ato mbeten të mbuluara derisa ai mundot me largu, që ai të vazhdon më tutje me këshillimin e njerëzve, emri Allahut është i tillë. Më kon ky emër, shumica nga dietarë s'kishin pas gëzim as me fol. Apo për shkak se do të është i rrezikuar nga s'po them zbulimi, apo por i rrezikuar nga keqkuptimi i njerëzve. Ka se njerëzit nuk i njohin shumë gjëra dhe nuk i kuptojnë shumë gjëra, sikur që do të thotë është e njohur mes e njerëzve. Prandaj kur thot Imam Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah, ose tjetër ka thonë edhe Ibn Abu Hanife rahimahullah, të kishin pasur mëkatet nuk do të kishin pasur mundësi njerëz të rinë afër meje. Dhe para mëtash kur nin këtë njëri ignorant, apo thot pas ka bëu Abu Hanife zina. Apo mëkatet që ka pasur Abu Hanife, që për të ka qenë mëkate, janë për shumicën neve sevape. Apo për shumicën janë sevap me boto. Ato çka e ka pa mëkat apo. Mirë, po ai në raport me Allahun xhallahu ala e konsideron se kjo për mua është mëkat. Po Allah më mbulon edhe më lejon që të vazhdoj më tutje, ti mësoj njerëzit, ndërsa ai e din hallin tëm se jo mund kështu aftën. Andaj është një vallë sigurimi në këtë aspekt që të vazhdoj më tutje, ndërsa njëri në vetën e tij punon për përmirësimin e gjendjes së tij. Andaj dua të them shembull të kësaj të shumë, por siguria që na vije nga njohja e Allahut xhallahu ala është një siguri që duhet ta respektojmë. Ta ndim si begati të madhe nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu, për shkak se po të mos ishte kjo, do të ishte problematike komunikimi me njerëzit ose shumë gjëra do të komplikoheshin. Por Allahu xhalla xhelaluhu është ai që i mbulon të gjithë.
Dobia e parë që nxjerrim për kësaj ndëruar është se Allahu te baraka o taala jo vetëm që i mbulon robët e tij, po dhe e don këtë mbulesë. Çfarë nënkupton që Allahu xhallahu ala t'i mbulon dikujt të metat? Kjo nënkupton dy gjëra. E para, mbulimi i cili nënkupton afatizimin. Allahu xhallahu xhelaluhu ka shumë njerëz të cilët bëjnë mëkate. Por Allahu xhallahu xhelaluhu i mbulon, në atë kuptim nuk i demaskon, në atë kuptim nuk i shfaq realisht çfarë janë. Për çfarë arsye ju jap afat që të pendohen. Para për shembull njeriu i cili ka bëu disa mëkate. Dhe në moment të caktuar krejt njerëz e kanë marrë çka ka bëu. Ky njeri ka edhe pendimin e ka sfir pasaptë. Kur krejt botë edhe çfarë ka bërë e ka problem, të vazhdojmë më duhet me pendim. Malet e ka kudes është e fshehur, veç me Allah xhallahu ala ose një grup i vogël njerëzve pendohet, mbulohet dhe ecë përpara. A për në sërë del në rrugë, sërë del në gjami, këtë njerës e din si vinë e mëkateve di, këtë që ka bua e din e tapëtën. La më shki pendim, apëtën. Allah xhallahu ala u aletëson rabëve të ti pendimin, që të kthehen të kaj. Dhe këtë letësim e bënë njëra të ndryshme. Për shambull, Allah xhallahu kur i thret njerëzit që të pendon nga përdorimi i kamatës. E din se kamata është haram. Dhe është, do të thotë, për gjërave të urrejtura tek Allahu azza wa jall. Dhe ajo që ka ndërtuar në haram, edhe ajo është haram. Apo mirë po, këtu kemi të bëjmë me një të kaluar që njëri ka ndërtuar mbi të, ndoshta biznesin e tij, shtëpinë e tij, kerrin e tij. Dhe po të ishte ftesa për tauba nga kamata e kurzuar që t'jeket në dorë nga krejt që ka punu deri më tani me kamat, rrallë për një do të pendoheshin ato. Rrallë, se vështire ka. Vështire ka. Mirë pa Allah xhallahu ala thot, fa in intaha falahu ma salaf. Në qoftë se pendohet, i takon atë që ka kaluar, fillon për zero sa thon. Për çfarë arsye? Edhe pse e ka ndërtuar me kamat, pse ka punuar me kamat, falahu ma salaf. I takon çka ka kaluar, çka ka ndërtuar, çka ka bë, ta pranojmë. Ta legalizojmë pasurinë. Apo është ilegale. Ti ke fitu me haram, është pasuri ilegale. Apo, dhe Allah po të fton që ta legalizosh pasurinë me teube. Japi fund të kaluarës, vazhdoj më tutje, su se ke punu me halal apëtën. Kjo është lehtësim për pendim. Apo, e ja lehtësën Allah xhallahu pendimin këti që të ketë sa ma letë apëtën. Prandaj edhe Allah xhallahu kur e mbulon një njeri, ja mbulon metët e tij, dhe ai vazhdon me mëkate, apo nuk duhet të mashtrohet me mbulesën. Nga se ajo mbulesë është e afatizuar. E ka një afat. Allahu e din sa është e afat. Prandaj mbulesa nga njëra është e natyrës së afatizimit. E që duhet njeriu të shpejton mrena afatit të caktuar. Nuk e din kur s'ka dën, por të shpejton sa më shpejt që ta pasur atë që është nën mbulesën. Nga njëre mbulesa e mëkateve vëllëruar nga ana e Allahut azza wa jall është jo për shkak se Allahu e don dikën, apo po për shkak se është i urrëtur tek Allahu xhalla xhelaluhu. E pse e mbulon? Që t'ja harron teubën atë. Nëse njeriu ka një ndodh apo që kur ti shfaqet një ka një krizë caktuar, apo ose ka kalu në ndonjë skandal caktuar, ka njerë dikujt që i bëhet mësim. Pendohet tek Allahu xhallahu ala, largohet për kësaj pune, i vjen keq, apo prandaj Allahu xhallahu nga urësia e tij, ai e di pse, nga detyria e tij, ai e di pse. Na larg asaj mendojmë se Allahu dikujt i bën pa drejt, naudhu billah. Allahu xhallahu të gjithë i ka thirrën e tauba. Të gjithë Allahu i don kur kthehen, por ka disa njerëz apo të cilët nuk meritojnë të pendohen. Nga të këqijet e shumta dhe të ndytësirat e mëdha që i kanë bërë. Dhe këta një nga Allahu xhallahu i mbulan, me çka i mbulan? Nuk i mbulan me këtë që i mbulan besimtarët, por i mbulan me të mira dhe me begati. Apo që mos të ndinë nevojë për të ndryshuar gjendjen e tyre. Pra ne thot Ibn Qayyim rahimullah
sa ka njerëz që janë mashtruar bi sitrillahi alej, janë mashtruar me mbulesën e Allahut azza xal. Apo do thotë, dhe njerëzit nuk shohin atë çfarë kanë në mbulesë, por shohin atë që ka mbi mbulesë. Çfarë ka mbi mbulesë? Begati, rahati, komoditet, respekt, autoritet. Këtë njerëz të shohin. Inma yara an-nasu sitr. Njerëz të shohin mbulesën, nuk shohin çka ka përfuni. Apo ndërsa nuk e din se nën këtë mbulesë është një njeri që Allahu xhallahu ala e mallkon natë ditë apo. Prandaj jo çdo mbulesë është ajo që duhet një të gëzohet asaj apo. Prandaj Allahu xhallahu i mbunon atë ti dhe kjo mbulesë është e kuptimit të afatizimit që ne të shpejtojmë ta përmirësojmë gjendën tonë. Nëse nuk mund të gjitha me përmirësu për një herë, apo por vazhdojmë tutje. Qëse njëri do thotë nuk tregohet që respekton këtë mbulesë, nuk tregohet korrekt përballë saj, por e keq përdor për të vazhduar dhe hala me mëkate të tjera, atëre nga mbulesa e afatizimit kalon në mbulesën e mallkimit. Sikur se fatkeqësisht ka plot për njerëz kështu apo. Derisa nuk zbulohet, kjo jep një vallë guxim për vazhdim të tutje apo. Nëse rob të mirë se Allahu azza xal, nëse Allahu ka mbuluar në tmet, ata shpejtojnë më herë që ta përmirësojnë këtë tmet, nga se e din se Allahu i ka mbuluar, por kjo mbulesë e ka një afat të saktuar. E ka një afat të saktuar apo. Prandaj, nëse Allahu xhallahu ala na mbulon, duhet që të kemi një qasje korrekte dhe ndëruar për ballë kësaj mbulese, që të punojmë vazhdimisht në përmirësimin e gjendjes tonë. Nga se kjo mund të na kushton me mallkim, sikurse edhe ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i dërguari alaihi sallam ka përmend se ditën e gjykimit do të vinë njerëz që do të kenë të mira sa koda të mëdha, nëse Allahu xhallahu ala i bën hije dhe plor. Ka thonë sahabët, kush janë këta ja Rasulullah? Ka thonë pejgamberi sa ata janë për juve, flasin si jo, falen si jo, agjerojnë si jo. Ta nuk kanë njerëz pa ibadet apo. Po çka ka qenë problemi? Ka qenë se idha khalu bi maharimillahi intahakuha. Këta kur janë vetmu me haramat e Allahut azza xal, apo do thotë i kanë shkelën. Do të thonë me njerëz e kanë përdor për të keq mbulesën e Allahut azza xal. Nëse u ka shansa e parë, e kanë nënvlerësu dhe e kanë nënçmu skajshmërisht mbulesën e Allahu xhallahu ala dhe në mundësinë e parë ata e kanë shkel ligjin e Allahu xhallahu ala, e kanë shkel kufin e tij pa asnjë lloj ndërgjegjeje. Se njeriu normalisht shumica e mëkateve i bën vetmi ose kur lart sy vet njerëzve, rrshet gabon. Mirë po këta e kanë bërë qëllimisht pa respekt për mbulesën e Allahu xhallahu ala. E rëndësishme është që njerëz mos të kuptojnë. Nëse ai ka vazhduar më tutje. Prandaj ky vazhdim më tutje, duke nënvlerësuar dhe duke nënçmuar mbulesën e Allahut azza xal, ka bërë që të kalojnë nga mbulesa e afatizimit në mbulesën e mallkimit të Allahut na ruaj. Prandaj ka bërë që edhe të rënohen të veprat e tyre të mira, të gjitha që i kanë bërë, për shkak se ata do të thotë nuk kanë pas kurfar respekti për shikimin e Allahut mbi ta. Kur far respekti për ndëgjimin e Allahut nga fjalët e tyre. Kur far respekti për mbikëqyrjen e Allahut dhe për sjelljen e Allahut xhallahu ndaj tyre. Aty absolutisht nuk ka u përshtypje Zoti kurrë. Mënyrë që mos të merr vesh gruaja, mos të merr vesh djali, mos të merr vesh kolega, mos të merr vesh drejtori, mënyrë mos të merr vesh hoxha, mos të merr këta mos të marrin vesh. Se për Allahun xhallahu ala pikë respekt ka pasur. Andaj në momentin kur ka mujt me ikë syve të këtyre njerëzve që nga ta u friksu, ai nuk kalon të keqe pa mua optan. Pa ne këta janë ata që Allah ndoshta i ka mbulu, kurse ka marrë është ndoshta gruaja veç ka buaj. Kurse ka marrë ndoshta burri veç ka bu gruaja ti. Kurse ka marrë, ndoshta kurse ka marrë kë. Apo ja pse i ka vazhdu vazhdimisht. Po kjo mbulesë nuk është më e fatizimit atë, por është e mallkimit. Apo nga se Allah xhela e ka mbulu dhe ka mallkuar atë. Allah na ruaj. Prandaj edhe i është pamundsu teube nga e gjuna. E që ditë në gjykimit nuk do të keme mundësi me pa çfarë ka bërë, por do të shohim se çaj njerëz që kanë shpresu, Allahu na ruaj, që me namazin e vet, magjërimin e vet është dashur me kon kush e diku, e shohim se Allahu xhallahu ala i rënon gur për gur kodrën e punëve të tij që e ka ndërtuar në kësaj bote publikisht para njerëzve, por që fatkeqësisht në fshehësira ka qenë tërësisht ndryshe. Ka qenë tërësisht ndryshe.
Prandaj nuk duhet njëri të mashtrohet me këtë mbulesë, por duhet ta përdor drejt, ta kupton si begati e Allahut Azza wa Jall dhe si një afat të caktuar për të përmirësuar nga gabimet dhe lëshimet eventuale të cilat fatkeqësisht i bën njeriu larg syve të njerëzve e që janë mungesë e frikës ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Janë mungesë e ndjenjes se Allahu të përcjell kudo që ti je, se Allahu e din tëra që ti vepron. Dhe kjo ka të bëjë edhe me gjunat e jashtme normalisht, por ka të bëjë edhe me gjunat e brendshme. Apo me gjunat e brendshme që Zoti na ruaj mund të jenë prej mëkateve të zemrës apo. Andaj Allahu xhallahu ala na ka përmendur për një kategori njerëzve të cilët e fshehin vazhdimisht në zemrat e tyre një të keqe, të cilët nuk ka mundësi ajo të duket drejt për drejt, por mund të shfaqen reflektimet e saj në raste të caktuara. Për shembull, ka për njerëz të cilët fshehin në zemrat e tyre urrëtin ndaj muslimanëve, zilin ndaj tyre. Ata nuk kanë dëshirë me i pa mirë, nuk kanë dëshirë që të përparojnë, nuk kanë dëshirë që shoqënia islame dhe xhamati islam apo të jetë i pastër, të jetë në rregull. Por çfarë kanë dëshirë ata? Allahu xhallahu ala thot në surën An-Nur, innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal-akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ata të cilët dëshirojnë që të përhapet e keqja, amoraliteti në mesin e atyre që kanë besuar, të tillë u takon dënim këtë botë edhe në botën tjetër. Wallahu ya'lam, Allahu e din kush janë këta, ju nuk e dini ata. Apo ata për shkak të pislukut vetë që e kanë, apo për shkak të mëkateve të tyre që i kanë, kishin pasur që këtë njerëzit me qenë përfshin këtë gjuna ata. Që t'ia arsyeton atij një farlloj ose t'ia legjitimon atij vazhdimin në këtë mëkat. Andaj ai vet është i pamoralshëm, vet është i pandershëm. Andaj ka dëshirë që t'i përfshin kët sa të ka mundësi për njerëzve. Sa të ka mundësi për muslimanëve të tjerë, që të zbutet presioni që është mbi ta. Edhe ai ka bu, edhe ky po shkon, edhe ai në ton, domthonë çështu jemi në njerëz çka më bu, apo edhe vazhdon me tutje me këtë apo. Do të ai e ka të grumbulluar në vetën e tij një urrëtie që veç Allahu ja din. Apo dhe nëse ai këtë urrëtie fillon me zbraz jashtë, duke dëshiruar, duke u gëzuar nga tjetër kësaj, padyshim se ato që Allah ja ka mshefur është mallkim për të. E nuk është e natyrës së begatisë që duhet ai të gëzohet. Për Allah na ruaj, sa ka prej mbulesave që Allah i ka mbuluar, jo rahmet për ta që u ka mbuluar, por rahmet për muslimanët. Rahmet për neve. Elhamdulillah që nuk dim sa na urrejnë të tjerë tamam atë. Se Allah e ka mbuluar këtë, se ka bëu të mundshme të shihet niveli i urrëties apo në zemrën e çdo kujt për neve atë. Elhamdulillah që nuk e dim sa na ka zili tjetër apo, nuk e dim. Apo nga se na mund të mos sill mirë me të nuk e dim, ndoshta termometri i zilis në zemrën e tij ka arrit kulmin atë. Po lana që nuk e dim na këtë punë apo. Apo se sa i shqetësu njëri, apo kur këti thot selam aleikum, e sheh se i ka lëviz termometri i zilis kaq apo. E aty i ka lëviz urrëtës kaq, e këtij ka lëviz i lakmis kaq, apo me bëmë ditë këtu krejt. Sa zgënjet njëri apo. Sa demoralizohet njëri, sa dëshpërohet njëri apo. Dhe Allah xhallahu i ka mbulu këto alhamdulillah me rahmet. Na nuk e dim nështë. Sillim me këto mirë, aty na bëja mirë. Do të thënë esencë na don të keqën. Na nuk e dim këtë punë. Ne na mundson Allah xhallahu që me fitu punë mira, duke bu mirë tjerëve dhe duke mos u zgënjy me të keqin aty që do të kena për bollneve Allah na rujt apo. Edhe kjo lloj mbulesë është hajër për musliman. Andaj atë e ka mbuluar Allah xhallahu ala për ta mallku, por edhe ka mbuluar për të na rujt neve dhe për ta mëshiruar apo. Dhe kjo mbulesë interesante, alhamdulillah që Zoti xhallahu ala nuk i shfaq të gjitha ato që janë realisht ashtu mëshirë për muslimanët. Nga se po të ishin përhap të këqijat e njerëzve vazhdimisht, nuk do të kishte njëri që do t'i përballante kësaj ngarkese të mëdha të mëkateve që dhaj mos rrëzohet apo. Po njeriu nga njëra për shembull, apo do të bëni gjuna, i bën mend filoni që ai s'ka bëu sabër, nëse ai s'ka bëu sabër, po lloja ka mluar atina, apo e duke marr shembull ata edhe ky bën sabër apo. Ai teatri me këtë teatrin kështu apo.
Atë Allahu xhallahu ala me mbulesën e tij mundson që muslimanët apo të ruajnë unitetin e tyre, të ruajnë stabilitetin e tyre, të ruajnë teubën e tyre. Kjo është rahmet pe Allahu xhallahu ala. Prandaj emri e sitir është mëshirë për neve që ne të vazhdojmë më tutje me adhurimin e Allahu xhallahu ala. Gjithashtu për asaj që duhet ta kuptojmë në kodët e këtij emri sitir dhe ndëruar dhe për indikimet e këtij emri është që jemi të kujdesshëm edhe ne do të thotë në përshkrimin e gjërave, në mënyrën e bisedave, nga se nëse Allahu xhallahu ala e urren të keqen, edhe e din se ndodh, atë ne që e dim pjesërisht këtë keqe, apo pse duhet ta detajzojmë më tepër se ai që e din krejt. Çfarë nuk kupton kjo? Ka njerëz për shembull ndëgjojmë për ne ku e diunë mëkat dikujt. Ndëgjojmë nganjëherë për ne të keq është për hapa. Dhe flasin me orë të tëra, me do të thotë lloj-lloj banalitete. E ka bo, e ka shku, e ka thonë, do të thotë aq banale bëhet, apo edhe përshkrime dhe tëra saqë hub kuptimin e çdo mbulese, kuptimin e çdo turpi, kuptimin e çdo morali dhe nderi atë. Pa nuk ka nevojë atë. Nuk ka nevojë. Sikur që e dini pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka njëri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka një Rasulullah. Unë jam mashtruar me një gru dhe thot nuk kam bazë me të prese e kum prek. Ka thonë Omeri, ka qenë prezent, ka thonë Omeri radiallahu anhu, pse po e zbulon diçka që ka Allahu ta kam shef ato. A ke bom shef dikush ka pendo, çka më ka thonë këto që ke prek ti apo? Apo çka më ka thonë vetë çka ke pati apo? Ta kam mbulu Allahu azza xal. Çka pendo te Zoti xhallahu ala. Dhe pejgamberi ka hesht, apo heshtja e tij është aprovim i qëndrimit tonë nga se nuk hesht pejgamberi për ballë diçka që gabim. Pastaj ai njeri ka dal. Kur ka dal ai njeri i ka ardhur Allahu me shpallë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo me shpallë me surën ajetet e surës Al-Isra ku Allahu xhallahu ala thot innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Punë të mira i shlin punë të këqija ato. Ato që janë të natyrës së mëkateve të vogla, normalisht. Tash mëkat i vogël është prekja. Nuk është zina, sikur se mëkat i madh. Kjo do të thotë që njëri është në mëkat i vogël në raport me të madhen është. Se mëkat në raport me ty është i madh. Se na nga si ajo devja e ngarkuar apo që e ka rrezuar një krahën i vogël e ka rrezuar apo një gjilpon e ka rrezuar apo. Na çashtu jemi. Na mjaft një ngarkuar, na nuk mundem me provoku barrën tonë edhe me një gjilpër. Edhe pse gjilpëra jashtë i kontekstit është e lehtë, por në kontekst me devën e ngarkuar është shumë e rëndë apo. Pra edhe mëkatet e caktuara jashtë neve mund të jenë të vogla, por kur neve na ngarkuan din me kon bagë të rëndë apo. Përballë pesës që kemi apo. Pra kur them ky mëkat është i vogël, normal. Se Allah xhallahu ala i quan el-lamam, që ka thënë nejm, mëkate e vogla që janë ti befasojnë nga komente ulemave se kanë komentuar el-lamam. Çka është mëkat i vogël apo? Po mëkat i vogël nuk duhet më shiku këtë pjesë e dytë i vogël, po duhet më shumë me pas fokus në pjesa e parë, mëkat. A është mëkat mjafton? Po normalisht, për sa ndohen mëkatet e vogla të mëja, atë duhet të bëjë kësaj lloj klasifikimesh apo. Edhe ka ardhur ajeti dhe ka thonë pejgamberi shkoni ka thonë këtë njeri se ajeti thotë eqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl. Apo fal namazin që nga fillimi i ditës deri në mbarim të natës. Domthon, pesa bëhet dinë si fali 5 vakte, apo bëj kujdesshëm. Inal hasanati këto të mira yudhibna sayyiat, i fshin të qiet ato që ti edhe mlej apo. Këto punë të vogla njëri që i bën gjatë ditës, s'ka nevojë për të marrë më vonë e këshyra e pash e nive e bona. Ke fal drekën ti ka fal Allahu xhallahu ala, kujdes në çini apo. Pa të kërshit në kindi apo, ti fal Allahu në kindi apo në mlejve të thonë, s'ka nevojë gjithçka më kallzu, gjithçka më kanë ardhi dikush apo ndoshta pinitit mirë. Apo ka fillam i kallzu tjetër çka ka bëu në kindi. I rash të rrudhë çka pash, shkon çu çdo të son Allahu fal, sunda pa këshyra, hinde dole. Mshale vëllai, mshale. Mshale këtë duhet apo. Ka sallallahu xhallahu u rang si banalitet apo. U ran Allahu xhallahu kësi publikime të gjëra të këqija, edhe pse me një të mirë nëse kanë një të më bëu. Prandaj kanë një përshkrim i realiteteve që bëhet tek ne nganjëra apo, don ku përshuhet nganjëra lakurisia në detale. Allahu xhallahu mbulaj këtë punë. Valla mos më kon e kanë njëri detyrueshëm që më fol për këtë dukuri të shëmtuar që për hap shoqënia apo. As fjalën lakurisia që kishim përdorur kur apo.
Po s'ki që kallëzën, sot ush, u boni fatkeqësi, po dalin mlume, se janë të dalin mlume, s'ki qare pa për shkuti qysh, ama nuk i nevoj me i në detalën e lakuricis, këta shka është u doke, që është u doke, këta Allah dënë sëtër, mblaje këtë po mblaje, mas bë përshkime banale, se nuk i dënë Allah gjele gjele luha. A në sikur që e kam paramendane për shembull skenën e Jusufit alësëm me atë grunë që e ka thira, skenë tërë, shumë problematike me e përshru Allah, një gru e bukur, e pregaditur për ta josh një djalë të ri, dvetmuar në dhomë, aja tash pi afrohet, pi josh, këtu në skena tërë shumë dishme, apo Allahu xhallahu ala si e ka përshru këtë skenë surën Jusuf, ti lexon Kur'an, bën ibadet, apo dhe absolutisht kjo skenë nuk provokon epsh. Përna po prezanton skenë tërësisht epsharake, tërësisht problematike, apo ndërsa ti kur e lexon s'provokohet epshit apo. Nga se e ka përmen me emën e tij si tir. I ka ikë detale ato. Me ka dhu tash çka i ka thon, e çka ka zgjat dorën, sa s'ka nevojë të detalin përmend. Mblaje. Po kuptohet çka ka ndodhur, po kuptohet çka është dashur, mbulaja ato. Prandaj Allahu xhallahu ala uranga ata njerëz që bëjnë publikim. Madje sikur që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu na ruaj për kategorinë njerëzish të cilat burra dhe gra, apo që fatkeqësisht burrat tregojnë burrave të tjerë çfarë kanë bërë me gratë e tyre, ose gratë kanë thënë çfarë kanë bërë me gratë, ka mallku pejgamberi këtë kategori njerëz apo. Qase kjo është turp të publikohet këto sekrete familjare që ndodhin brenda familjeve. Këto janë turp të dinë çfarë kanë ndodhur, si kanë ndodhur, si kanë shkuar e kështu me radhë. Këto janë gjëra që duhet me kon nën emrin Allah të sitir, ti mbulohen. Ose që ka të bëjë me të kaluara nganjëherë apo të përmend detalet e të këqijave që ka bën të kaluarën. Mbuloj Allah, atë kam luaj Allah xhallahu ala mbuloj. S'ki nevojë me detale apo. Për të arsye edhe sa herë ka ardhur për njëri ka bu zina, qenia Rasulullah ku bu zina, ka kthy s'ka dosh me ngua apo. Pejgamberi s'ka dosh me ngua, pse ka pas bëj me ekzekutim të ligjit. Do të thonë shkam la vetë vllati njëra. Po kur ka insistu, pejgamberi kur ka insistu, atëherë ka marrë vendim me ekzekutuar. Madje do të thotë ai edheni shumë mirë, do të thotë edhe çështja e dëshmisë për zinon ndaj dikujt nuk është e thjeshtë apo. Ka se sindosh më amlu Allah. Se për shembull, pse duhet me po 4 e s'bën 3? Pa 3 njëjtë ku të shojnë, edhe 2 me poshtë e mjaftueshme. Apo, po që esenë të sa në tepër të vështirësohen rrethonat për më publiku një emet që ka bërë dikush apo. E kur 4 vjet e shohin tani mos ki shemshef mo, so po publike mo. Apo andaj e publikojmë te kadia, se jo në për gazeta, ai merr vendim të caktuar çfarë më bëu atë. Pra ai duhet më thonë që vëllazëruar duhet më qenë esenca e komunikimit mësimi mes vetë, fjalorit ton, duhet më qenë kultura jon të jemi të edukuar me emrat e sitir. Edhe kur flasim, edhe kur përshkruajmë, edhe kur do thotë gjitha këto me qenë me një lloj turpi, me një lloj mbulese apo me një lloj fjalori të ndershmërisë, me një lloj fjalori të moralit islam, e jo që s'tash kur gjollo po foli çka ka bëu dikush apo. As s'ki çka kemi ka thotë çka ka bëu dikush apo. Prandaj përshkrimet e detajzuara janë të ndaluara fetarisht, madje këto mund të dëmtojnë më shumë se që mund të bëjnë dobi. Dhe këtu mund të apëroni për fund edhe gjithashtu nga njëre mos kujdesi nga të edukuarit me emnën dhe sitir mund të shkakton edhe destabilitet në shoqërinë islame apo. Të fut pasiguri, të fut një lloj spionimi ndërsjellët apo për shembull nga njëre me përën do raste që janë të rrata, as janë dukuri ato. Që është për shembull dikush njoni ka bo zina me qikën e vetë, u dhu bilapëtën, ose ka bo me nonën e vetë, ose kësi raste që jenë të ralla në kresë të Allah në globin të kësor, apo edhe me bo qështjet, publikimit, qështjet ku kam rinë njërzimi, njerëzit përbojnë e lapëtën. Tani fillan dyshimi, njëri fillan me dyshu, gruja dyshën burët vetë, me në vetë me qikën e ti, apëtën. Kjo destabilizon, kjo shpat pasiguri, mlaj lë këto sena, apëtën. E në që se bëhet dukuri që drejtë të njeri bën kështut, atër s'ki qare pa folë, po kësë kam ri puna këtu, apë. A në ti me të kujdesëm, kur është diçka rast i izolum, të dim si të trajtojmë kur është dukuri, të dim si të trajtojmë nga se shëndrimi i rast i izolum në dukuri, shkakton pasiguri në shoqëni, apë. Destabilizon shoqënin.
Prandaj emri Allah Citi na mëson që në esencë të gjitha ngjarjet e këqija ti konsiderojmë rast të izoluara. Derisa mos na imponohet të themi dukuri. Jo esenca, një bën apo i stavër në boftë njëri pa folë salov. Po mos i gjejmë ka një vëlla. Apo prit. Na s'po kem çep mushëruar në dukuri, as po kem çep me hesht, por duhet me di si me trajtoni problemin. Po flas çu për çështje që kanë bënë me amoralitetin, apo edhe çështje që kanë me punë tjera. Punë me çështje tjera, për shembull, një përvojë e keqe me një vëlla tonë musliman, në kuptim borxhit. Nuk do të thotë se këtë muslimanë që ashtu ta bën. Edhe më muçu me onjë, sa tani e dëmton. Ai që për shembull s'ka pas përvojë si ti, kur të nin këtë met dhe këtë marrë që po publikohet, ai më kujt bërsi apo jo se komuniqi ton kanë bëu çështë apo. Njerëzit kanë prirje për përgjithësim fatkeqësisht, e që kjo na dëmton. Sikur që ka na e kemi bërë disa herë, do të thotë problemi që ka pas Sadi ibn Waqqasi në Kufe, e ka dërguar Omeri Sadin, e ka dërguar domthonë tjet udhëheci Kufës. Ai ka pas problem me njëri, dhe njëri ka shpif për Sadin apo. Dhe kanë njerëzit tek Omeri ka thonë se ka ehlu Kufet i Sadin. Këtë Kufja po ankohet në Sadin apo. Omeri ka thënë këtë Kufë Sadin Sadin më kasi. U çu Omeri ka i vdevës është në Kufë apo. Kjo është e mundshme. Diçka ka këtu. I kam lidhur në xhami kon. Çka keni kur kusheq? Çka thoni për Sadin? Çfarë është më së miri? U thes më të mirë s'kena pas njëri i mirë i devotshëm. Kush po ankohet? E u çuni njëri në komë apo. Ja, çka kjo po ankohet? Ka thonë po ankohet ehlu Kufi apo. Endi u boksi përgjithësim apo. Apo me shndru në rast të zulum, ndukuri të vazhdueshme se krejt që të pajtit me to, kur s'me dai ka kur. Këto janë gjëra që njerëz din kështu me bëu apo. Prandaj ai njëri ka thonë, ky i ka përmend disa akuza ndaj Sadit që nuk qëndrojnë publikisht para Omerit apo. Atër Sadi rahimullah radiallahu ta'ala anhu ka thonë o Zot, nëse që keni luçu për autoritet, apo veç kështu po them diçka më bëu me autoritetin, o Zot atil fi umri, zgatja jetën, apo wa arridhu lil fitan. Edhe zgatja jetën e bën e viktim të shumë fitneve apo. Edhe normalisht ai suçu me kritiku Sadin pse ka pa diçka në Sadin, apo për kallosh me kritiku për me rënu Sadin para njerëzve, që mos ketë autoritet, kështu unë çka di për Sadin. Atëra është të thotë se ky njeri ka jetuar të kohë të gjatë sa që vetllat i kanë rënë sy apo. Çaj gat karnu dhe në këtë plesi të shtyrë, ndoshta mi 90 vjet apo i kanë ngacmuar vajzat e vogla në porruk të lut apo. Apo e ka bëu Allahu hor. Hora ka bëu Allahu xhela xhelalu don ka vdek i poshnum s'ka ishmëresht apo. Për shkak se është çu publikisht me ngacmuar në rrobat Allahu xhela xhelalu apo. Prandaj shikon njerëz apo, sheka ehlu Kufet apo. Ka thonë që ehlu Kufja krejt, çfarë prezantimi dikush ka bëu Omerit radhiyallahu ta'ala anhu për diçka që nuk ekziston. Një njeri ka kritikuar dy. Ama jo krejt njerëz apo. Pra e dua të them që ka njerë në transmitimet e disa njerëve që vinë me të lajmëruar për diçka, më kon shumë të kujdesshëm apo. Apo, qase dua të them edhe në transmetim do të më kon esenca e sitirit apo. Blaja, sa të ke mundsi. Shfaqe vetëm atë sa ka nevojë të shfaqet. Prezantoje vetë atë sa ka nevojë është e domosdoshme, apo qase esenca është me kon avreti mlut. E meta dikujt është avreti i tij. Apo edhe na e dim se edhe fetarisht nuk lejohet të zbulohet avreti më shumë se që ka nevojë. Nëse dikush është i vram ngu, apo hezblan veç gunë, zamon që duhet me ditë këtash me largu këtë tërët e ti, me largu, pse ngunin me akëshu mjeku. A duhet veç gunin po? Hezblan veç gunin. Qaq, pjesa mbetet e mbuluar. Prandaj edhe ne në tatimin e problemit zbulojmë atë çfarë e nevojshme e domosdoshme për të bërë intervenimin për mirësu. Pjesën e mbetur e mbulojmë. Nuk e nevojë këtë me zbulu për një gu, apo. Nuk e nevojë këtë me zbulu për një pjesë caktuar të avretit. E zbulon atë sa është e domosdoshme të zbulohet e që pas zbulimin e saj nuk ka mundësi të intervenohet. Përndryshe po të kishte mundësi me u intervenu edhe pas zbulim, haram është me zbulu. Asa avreti duhet murujt. Nëse një cop trupi duhet më mbulu apo që mos zbulohet, atë çfarë themi për nderin e muslimanëve, çfarë themi për moralin e muslimanëve, çfarë themi për familjen e muslimanëve kështu më radhë. Prandaj esenca e besimtarëve është mbulesa. Dhe ata kështu duhet të trajtojnë edhe mëkatet e veta, por edhe të e tjerëve që të sillen me një lloj ndershmërie dhe morali dhe mbulese. Madje edhe kur detyrohen të shfaqen diçka prej kësaj,
këtë e bëjmë me maturitet të skajshme dhe me fjalor të kujdesshëm. Në shembull për këtë e kemi trajtimin e problemit të Jusufit në surën Jusuf. Këto janë disa prej dobive që filluam të trajtojmë, ka mbetur edhe disa tjera që do t'i shfaqim inshallah në pjesën e dytë. Këto po e përfundojmë këtë pjesë të parë të ligjëratës. Ala alihi wa sahbihi wa sallam.